Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Deri më sot nuk e kemi ditur se lakra kuron një problem që prek pothuajse të gjithë mbi 30 vjeç. Lakra është një nga perimet e preferuara të stinës së dimrit dhe i përket llojit brassica, që gjithashtu përfshin brokolin, lule lakrën dhe gjithashtu spinaqin. Lakra ka disa ngjyra të ndryshme, të kuqe, vjollcë, të bardhë dhe jeshile. Veç se është shumë e shijshme, lakra është gjithashtu mjaft e mirë edhe për shëndetin ton, pasi përmban fibra, folat, mangan, kalcium, kalium, magnez dhe vitamina B6, K dhe C. Përveç kësaj, ajo ka mikronutrient si për shembull vitaminën A, hekur dhe riboflavin. Së bashku me ushqyesit e tjerë të rëndësishëm që përmban, lakra ka pak kalori dhe përmban antioksidant tepër të fuqishëm. Gjithashtu, ju duhet të dini se ajo përmban edhe polifenole dhe komponime të sulfurit. Si e tillë, lakra është një nga perimet me më shumë përfitime për shëndetin dhe ja disa prej tyre. Lakra ndihmon në humbjen e peshës. Lakra është një perime e mirë për njerëzit të cilët duan që të humbasin peshë në një mënyrë tepër të shëndetshme. Një filxhan lakër e coptuar përmban vetëm 22 kalori. Ajo mban shumë ujë dhe ne na mban të ngopur për një kohë më të gjatë, parandalon urinë dhe mban trupin tuaj të hidratuar. Në qoftë se ju bëni pjesë tek njerëzit të cilët nuk i duan perimet e gjelbra, pasi ju ta dëgjoni këtë video, me siguri do të ndryshoni mendim. Se sa është e shëndetshme kjo bimë, flet fakti që shumica lakrën e krahasojnë me magnetin sepse tërheq sëmundjen nga organizmi. Nëse keni ndonjë prej këtyre problemeve, vetëm vini disa fletë lakre në vendet tuaja problematike dhe kështu do të eliminoni të lashet, ëndjet në duar dhe në këmbë. Në qoftë se ju keni probleme me gjymtyr të ëndura, vetëm i mbështillni me fletë lakre dhe shtrëngojeni me fash. Rekomandohet që të flini me fletën e lakrës në trup. Gjëndra tiroide. Në qoftë se ju dëshironi të përmirësoni punën e gjëndrave tiroide, atëherë, para se të flini gjumë, vendosni fletë lakre në qafë dhe mbështilluni me shall dhe më pas hiqeni ato në mëngjes. Dhimbja e kokës. Vendoseni fletët e lakrës në pjesën ku juve ju dhëmb koka dhe prisni që dhimbja e padurueshme e kokës të pushojë. Gjithashtu mund të përdorni fletët e lakrës edhe gjatë të gjithë dhënies. Veproni njësoj edhe kur ju dhëmb kraharori. Lakra do të zbusë dhimbjen. Inflamacion i mushkrive. Nëse keni ethe të mëdha të cilat ju nuk arrini dot t'i eliminoni me barna, atëherë mbulojeni kraharorin me fletë lakrash dhe sapo fletët të thahen, vendoseni të tjera. Pasojat nga injeksioni. Pas marrjes së penicelinës, shpesh mund të shfaqen dhimbje dhe ngunga të forta. Fletët e lakrës do të zbusin në dhimbjen goxha shumë. Lakra është një nga perimet më të lashta e cila është rritur në tokë. Kjo perime nuk mungon vetëm në kuzhinat shqiptare, ashtu si në mbar botën. Ajo nuk prishet lehtë në krahasim me frutat dhe me perimet e tjera dhe mund të qëndrojë gjatë në temperatura të ndryshme. Lakra është një nga perimet më të forta që njeriu e përdor kundër qelizave të dëmshme. Lakra është e pasur me fibër, vitamin C dhe K. Lakra nuk është vetëm e dobishme në kuzhinë, por gjithashtu mund ta përdorni kompresat e saj kundër inflamacionit. Kjo perime është një shëronjëse e madhe. Një recetë e lashtë evropiane rekomandon pirjen e një gote me lëng lakre në ditë për një sër sëmundjesh. Lakra, sipas ekspertëve, mbetet
Një nga perimet e cilat gjen përdorim tek femrat të cilat kanë probleme me sëmundjet e gjirit. Kompresat me lakër të ftohtë përdoren nga femrat të cilat janë nënshtruar një ndërhyrje në gji, femrat që vuajnë nga ëndja apo inflamacioni i gjirit, nënat lëhon që duan të ndërpresin ushqyerjen e fëmijës me gji. Ekspertët e Akademisë Amerikane të Pediatrisë pranojnë se lakra shërben gjithashtu më së miri si një kompres e ftohtë për gjirin. Sipas tyre, lakra e qetëson atë dhe njëkohësisht zbut dhimbjet dhe ëndjet. Këto kompresa me lakra të ftohta mbahen për 20 minuta dhe e gjithë procedura përsëritet derisa zona juaj të qetësohet. Efektet mirëbërëse të lakrës kundër ëndjes dhe dhimbjeve nuk vlen vetëm për këtë problem. Ato rekomandohen njëkohësisht edhe për zona të tjera dhimbje dhe ëndje siç mund të jetë edhe këmba. Nëse këmba juaj është e prekur nga inflamacioni, mbështilleni atë me gjethe lakre të ngrohtë. Në këtë rast, zgjidhni lakër të kuqe e cila përmban substanca më të forta anti-inflamatore. Udhëzimet: hiqeni gjethen e lakrës dhe këputeni kërcellin e trash. Shtypeni pak gjethen për ta sheshuar dhe për të nxjerrë lëngjet natyrale të saj. Më pas, gjethen e lakrës merreni dhe mbështilleni me letër kuzhine dhe ngroheni pak në mikrovalë. Pasi të jetë ngrohur, vendoseni gjethen e lakrës në zonën e lënduar dhe mbështilleni me një garzë të pastër. Këmbën duhet që ta mbani pakës të ngritur. Kompresa me gjethe lakre duhet mbajtur për 1 orë dhe duhet përsëritur 2 ose 3 herë brenda ditës. Lakra ka një efekt tepër të dobishëm në të gjithë trupin e njeriut. Ajo stimulon butësisht punën e stomakut, shëron mukozat, mbron zorrët, neutralizon mikroflorën e zorrëve dhe gjithashtu ndihmon edhe në asimilimin e proteinave. Sipas ekspertëve, jo gjithmonë ka nevojë të gatuhet për të përfituar nga efektet e saj të pabesueshme. Në këtë video ne do t'ju tregojmë se si ju të përdorni lakrën për të trajtuar dhimbjet e kyçeve. Gjethet e lakrës kanë një efekt analgjezik, kështu që përdoret gjerësisht për shërimin e patologjisë së nyjeve. Lakra nga ana tjetër ka edhe një efekt i cili mund të shërojë pa pasur nevojë për ilaçe. Njerëzit të cilët e kanë provuar e konfirmojnë se është një metodë tepër efektive. Nëse ju keni ëndje të indeve të buta rreth kyçeve, lakra mundet t'ju ndihmojë për shkak të vetive anti-inflamatore. Përveç kësaj, mundet që ta aktivizojë qarkullimin e gjakut në nyjet e prekura, pra parandalon në dhimbjet. Si e përdorni lakrën? Ky trajtim nuk është i komplikuar. Merrni një gjethe të mesme lakre dhe lajni me kujdes. Më pas aplikojeni në vendin ku ju keni dhimbje dhe ngjiteni atë në lëkurën tuaj. Ju mund të merrni më shumë se një gjethe në qoftë se ju do ta ndjeni të nevojshme. Pasi ta vendosni lakrën në kyçet e dëmtuara, mbështilleni me një shall dhe leshi të ngrohtë. Kjo do ta bëjë procedurën më efektive. Mbajeni në këtë gjendje për 1 orë. Është mirë që ju ta vendosni në darkë para se të flini dhe ta hiqni në mëngjes. Efekti do të intensifikohet në qoftë se ju përdorni lakër me mjalt. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.